Eklipsi i diellit dhe i hanës. A shajnë për shembull Allahu Azza wa Jalla. Në ka porositë profeti sallallahu alaihi wasallam që në momentin që ndodh eklipsi i hanës apo i diellit, që me fal namaz. Origjinën e namazit e ka në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur i vdiq djali i profetit alaihi salam, Ibrahim, djali i tij, në atë kohë ndodhi eklipsi i diellit. Njerëzit menduan që ky eklips ka ndodhur si pasojë vdekjes së tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte kujdesshëm që njerëzit të mësonte çështjet e besimit. Çështjet se si ta besojnë Allahun Azza wa Jalla, se si ta sillen me gjërat që i rrethon në momentin që lidhen ngushtë me besimin. Dhe i tregoj njerëzve duke thënë që dielli dhe hana janë dy shenja për shenjave të Allahut Azza wa Jalla. Janë dy mrekulli për mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala. Ato nuk mbulohen dhe nuk zbulohen për lindjen apo vdekjen e dikujt. Kur ti shihni ato nga tregon profeti alayhis salam, atëherë luteni Allahun Azza wa Jall dhe shpejtoni për në namaz derisa të zbulohen. Pra kjo është suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Fal dy rekat namaz. Ky namaz nuk ka as ezan edhe as ikamet, siç ka namazet e tjera. Muezini thot as-salatu jami'a, adini që të falim së bashku me xhamatin për të shpërshim. Në rekatin e parë qëndrohet 2 herë në kam edhe ka 2 ruku dhe 2 sejdë. Dhe po ashtu në rekatin e dytë qëndrohet 2 herë në kam, që do ta shpjegojmë, dhe ka 2 ruku dhe 2 sejdë po ashtu. Në fillim, pasi thot Allahu Akbar imami dhe lexon surën Al-Fatiha dhe një surë tjetër të gjatë. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thoshte që është aq sa mallësia, gjatësia surës Al-Baqara, pra 2 gjuhë dhe gjysmë, rreth 50 faqe. Pastaj thot Allahu Akbar dhe bjen në ruku. Kur bjen në ruku e zgjat ruku. Dhe pastaj thot sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Edhe lexon prapë surën Al-Fatiha dhe surën e gjatë. Pastaj vjen prapë në ruku. Pastaj ngrihet nga rukuja dhe bën 2 sejdë dhe vazhdon në rekatin e dytë. Dhe rekati i dytë është i ngjashëm me të. Pra thot surën Al-Fatiha, thot një surë tjetër, bjen në ruku, ngrihet nga rukuja. Thot prapë surën Fatiha, thot një surë tjetër, prapë bjerë në ruku, qohet nga rukuja dhe bën prapë 2 sejdë dhe mbaron namaz. Në momentin që përmbyllet namazi, imami i përkujton njerëzit për Allahun Azza wa Jall, i përkujton për shenjat e Allahut subhanahu wa taala dhe këshillat e ngjashme. Ky namaz më e mira është të falet së bashku me imamin, por sa ti që i ikë namaz, ai mund ta falë edhe në shtëpinë e tij veçmazi, por se është më i mirë më fal së bashku me xhamatin e muslimanëve.